Mirë se erdhët në part dyshin e Baby Haul, çfarë kam bler unë për voglushen time. Para shkruaj produkti, kjo në fakt është për të mbajtur, është si tip traste që vendoset pas derës apo tek ato varset e peshqirave që mbajnë në banjo për rrobat e bebes, pra që rrobat e palara të bebit mos të përzihen me rrobat e të rriturve pa të mia dhe të bashkëshortit. Është pak a shumë kjo. Në fakt kisha kohë që e kërkoja dhe më në fund e gjeta të një faqe që do t'ju lë ta këtu. Kam marrë dy badi, të dyja badit janë me zinxhir, siç e kam thënë dhe te part njëshi, dhe i preferoja më shumë badit me zinxhir sesa ato badit me kopsa apo ku diun, sepse janë më praktike, më duket sikur mbaron punë shumë shpejt edhe duke marrë parasysh që baby ndrohet shumë shpesh muajt e parë, i kam marrë këto të dyja. I kam marrë për masën 0-1 muajsh, sepse varet në qa peshe lind dhe mendoj se janë okej si madhësi. Kanë edhe këto çorapet. Kam marrë napa, këtu ka 10 napa. Do të marrë prap sepse për napa nuk është asnjëherë mjaftueshëm, na duan pafund napa. Për qumshtin e për çdo lloj kapaciteti që nxjerr baby. Prap napa. Këta e ngjyra që dua që baby ndeshi gjithë kohën. Të paktën deri në kohën kur unë vendos për të, pastaj kur të rritet le të veshi çfarë ngjyrash të doj. Se nuk dua të jem një mami imponuese, bëja këtë se them unë, vish atë se them unë, jo. Edhe këto janë pambuk, janë 7 copë, por do të marrim prap napa. Kam marrë 3 batanije shumë të holla me tim, pak janë si shtresa, nuk janë batanije. Ashtu holla janë. Ky është dizajni i parë. Sa bukur janë. Ky është dizajni i dytë. Me 0.5 të gjej një set veshje me këtë me zemrat kuqe, nuk po e gjej askund. Dua ose çarçaf ose veshin e babit ta kem një set të tërin me këto zemrat e kuqe. Edhe këta. Unë do ta hap një. Janë një slim. Fali për zhurmë. Janë 100% muslim, janë të holla, goxha. Në ta përdorni ose për ta mbulur babyn, për t'ia vënë karrocës, që mos t'i bjerë era, ose nuk e di, nuk e përdorni për çfarë përdorni. Unë kam marrë 3, nuk mendoj se do më duan sërish të tjera. Rob Bishan, peshqir, njësoj si ai që ishte tek part njëshi. Ky është i thjeshtë, roz. Jam munduar që të kaloj dhe pak nga roza, se kudo që shkoj kur i them që e kam vajzë, merr roz, ndërkohë nuk është që jam shumë fan se rozës, por që të thash hajt, po jam marrë roz, mos ja bëj gri edhe kafe gjitha gjëra. Kjo batanien, kjo është shumë e mirë, jam penduar në fakt që s'mora 2 si kjo, shumë e mirë, është material muslin, është e trash, goxha, kam përshtypjen ka 4-5 shtresa, edhe ngjyra është shumë e bukur. Kishte edhe një kafe ngjyrë toke dhe u pendova shumë që se mua. Sa herë shoh këtë më kujtohet dhe ajo gjatë gjithë kohës. Nëse do e marr do më bëj ndërgjegja. Mua më duan varsa rrobash për bebe. Nuk e di nëse keni informacion ku mund t'i gjej, sepse më duan disa. Dhe e fundi, por jo garancia, është një çuço, varse çuçosh që e kam bërë unë. Unë këto i realizoj tek faqja ime Elda Skanqis and Jewelries, do ta bëj ta këtu. E kam bërë me ngjyrat e gocave. Kjo kapet te rroba. Ndërsa këtu vendoset çuço. Kjo është i gjithë material silikon, antibakterial, edhe mund ta kafshoj baby gjatë gjithë kohës që i dalin dhëmbët. Unë e kam bërë se kisha shumë dëshirë, por nuk e dini se vajza ime do ta preferoj çuçon apo do t'i hyjë punë kjo, por gjithsesi unë nuk rria dot dhe ja bëra një. Kjo ishte part 2-shi, do shihemi në part 3-shin se çfarë gjërash kam blerë unë për bebushen time. Përshëndes.